Telespektatorë të nderuar, mirë se erdhët në programet e radio televizionit të Zëri Kosovës. Përshëndetje nga unë Mixhet Lutfiu dhe Adnan Aliti. Ndërkaq këtu afër kemi djalin nga Tetova, këngëtarin më të mirë të gjitha trevave tona, Shpat Kasapi. Gëzon. Fillimisht mirë se erdhët në Danimark. Mirë se u gjeta. Është një, do të thotë, një befasi për na, pasi që ne do të thotë rastësisht ju kemi pritur këtu në Kopenhag. Keni qenë për xhirime në Suedi, jemi duke përgatitur ca këngë dhe rastësisht erdhët këtu, ndërkaq sigurisht e publiku kërkon që Shpat Kasapi të këndojë, megjithatë ju vetëm keni ardhur sonte të qëndroni një natë këtu dhe të udhëtoni për në një vend tjetër. Faktikisht nuk ishte rastësisht me vizita ime sepse Adnani është, domethënë, pjesë e familjes time, kushrimi im i dytë dhe mik i shtëpisë time kuptohet, po ashtu edhe ti i gjet. Dhe desha që të vi dhe ta vizitoj të dhe familjen e tij, kështu që nesër u thoj për Bruxelles, kam edhe atje disa angazhime, ashtu dhe koncerte. Besoj që ka lesa më mirë edhe atje, si këtu që isha në Suedi dhe në Norvegji, në Oslo, ku sallat ishin plot me publik dhe kam ngel shumë i kënaqur. Shpat Kasapi përndryshe student, këngëtar, dhe më të mirët, gjalosh të themi që shumë vajza sigurisht se ndrojnë. Shpat Kasapi, ju keni shumë cilësi, ju ka dhuruar Perëndia natyrisht shumë cilësi. Jeni kënaqur me jetën tuaj, fillimisht që pyes. Po, sigurisht se po, jam shumë i kënaqur dhe domethënë i kam shfrytzuar çdo gjë që kam arrit ta bëj, kam shfrytzuar në maksimum. Dhe jam shumë i kënaqur me sukseset që kam arrit deri tani. Dhe anon ne çdo ditë do të vazhdojmë të bashkëbisedojmë me Shpatin, ndërkaq që të bëjmë një flashback të shkurtër. Kur keni qenë më i vogël, Shpat, a keni dashur muzika shumë? Po kuptohet që po, sepse unë këndoj prej moshës 9 vjeçare dhe merrem me muzikë prej atëherë, por duke vazhduar nëpër festivale, pastaj në moshën 15 vjeçare kam marrë pjesë në festivale për të rritur, dhe kështu që ndal ka dal kam arrit edhe atë, fitoj edhe vendet para, çmimet publikut kështu më radh. I gjetë unë nuk dhe pyes shumë Shpatin se i di këtë. I di edhe për estradë, edhe jashtë estradës, se taj edhe Shpati, se jemi edhe pjesë e familjes, të që e njoh prej momentit e mbaj mend, domethënë në shapkë më kujtohet si sot, kër u bërë Senet në atë kohë, me dhaun, këm qenë ndarësëm atëherë, ishte një mbrëmje Sinan Vasaliu ka këndu, e deri sa arrit, domethënë non stop jemi qenë në kontakt dhe e di se si është rrit Shpati, dhe jemi krenar gretë familja, domethënë që kemi një yll që shëndrit mbi gjithë trevat tona shqiptare, pra një yll që me siguri nuk e ka dhënë maksimumin e vet që është rrugës duke shkuar. Kështu që ne presim dhe do të urojmë që më të që Shpatit të vazhdojë me këto suksese, të jetë krenari vetvetes, familja të jemi krenar me te dhe gjithë shqiptarët kudo që janë. Atëherë të themi shikuesve se kur Adnani thotë se din shumë gjëra, atë do të shpalosim diçka që shikuesit nuk dinë. Nga më parë, këtë pjesë do ta shohin natyrisht edhe. Unë do t'jallon Shpatit tani me që e bën atë fjalë për një yll të madh dhe
me siguri ai vet i zgjedh gjërat që mund të publikohen për publikun dhe sendet që duhet të rinë në rrethin familjar. Kështu që le të vendos ai vetë. Është shpatje është zakonisht komunikativ dhe do thotë është i hapur për shumë gjëra. Edhe ato keni mundur ta vëreni edhe në intervistat e tjera të mëparshme në ekraneve televizive. Mirë po, të them se unë e kam ditur shpatin më parë se është vetëm këngëtar, mirë po, në një mbrëmje, në një koncert të madh që organizuam, apo më mirë të themi një turne këtu në Skandinavi, ko më parë, unë befasova se si ai do të thotë luante në piano dhe natyrisht do të dohet na tregoj si erdhi që të filloj të luan në piano, shpati. Po, në piano kam shkuar në shkollë muzikës që shi vogël, moshën 10 vjeçare dhe kam shkuar 3 vjet në shkollë muzikës. Që prej atëherë jam marrur edhe me muzikë, i kam rënë pianos. Dhe solfesh, me thonë nota, kam shkuar në ushtrime. Dhe pastaj kam shkuar edhe në ushtrime të zërit, solo këndim, sepse çdo gjë arrihet edhe me ushtrime, jo vetëm nga talenti, por edhe ushtrimet kanë luajtur rol të rëndësishëm në ndihmën e karrierës time. Do thotë danezët zakonisht thuan ushtrimet të bëjnë mjeshtër. Çast. Mirë shpat, natyrisht tani ne i njohim do thotë prindërit tuaj, do thotë me siguri ata kanë qenë entuziastë, kanë qenë njerëz që kanë dashur muzikën, me siguri se ndikimi i tyre ka qenë jashtëzakonisht i madh në punën tuaj dhe sot në profesionale. Po. Po, ajo është e vërtet. Në fillim talentin e ka zbuluar babi im, i ndjerë, me thënë, i cili ka ndru jetë gati 8 vite. Ai ka qenë shumë krenar me mua kur jam marr. Pse se edhe sot e kësaj dite ai do të ishte mbur me mua. Pastaj nëna më ka ndihmuar shumë rreth planeve dhe rreth projekteve që kam realizuar. Dhe kështu që dalgadal besoj që do t'i arrij edhe atë që mendoj në më të tjeshme, sepse nuk është mjaft vetëm të këndojmë në gjuhën tonë. Mendoj se kemi aftësi dhe çdo gjë që duhet ta arrijmë, kemi aftësi që edhe në gjuhë tjera ta arrijmë diçka, jo vetëm në gjuhë shqipe. Kështu që jam në plan për një projekt anglisht, i cili dalgadal po punohet dhe sidomos në kohën e globalizimit, është më së miri është gjuhë internacionale, gjuhë që e kupton gjithë bota. Dhe sa pret shpati për shembull, të hyjë në show biznesin e këngëve angleze, të konkurroj pa. Dalgadal. Jo se jeti këtu, po muzika jote është profesionale dhe mund të krahasohet me shumë muzicianë kështu të rangut më të lartë botëror, mirë po do të thotë sigurisht se gjuha jonë është e vogël dhe natyrisht nuk e patur mundësi që të përtojë shumë. Muzika jonë është muzikë komerciale, muzika shqipe më shumë bazohet në atë se muzika angleze, muzika botnore don diçka tjetër, don ritme të ndryshme, don aftësi të zërit ndryshëm, don ngjyrë ndryshme të zërit, krejtësisht është ndryshe diçka normale sepse. Ku e shef veten më afër me yjet e sotme të muzikës angleze? Me këndje më i përafërt, shpat shumë me stil dhe me zëm, me këngë. Po nuk e di, nuk do të kisha krahasuar veten me asnjë nga yjet botëror, sepse unë dua të jem zero original, po më pëlqen për shembull stili Craig David, Ricky Martin, Enrique Iglesias. Mendoj që mund edhe ne shqiptarët të arrijmë në atë drejtim, nuk do të thotë se vetëm këngëtarët italianë apo këngëtarët spanjollë kanë atë aftësi. Sidoqoftë edhe ne kemi aftësi, po nuk kemi se kush na menaxhoj dhe të na ndihmojnë në këtë drejtim. Kjo është problemi, nuk kemi kushte. Po të themi se do thotë një nga çështjet më kryesore në show biznes do thotë natyrisht është depërtimi dhe do thotë në një farë mënyrë edhe vetë reklamimi i muzikës që të bëhet nëpër ekranet më të mëdha televizive, nëpër MTV-të, shtëpitë të tjera, të cilat janë do të thotë me renome botërore sa përket muzikës dhe komercializmit natyrisht. Kjo për fat keq na mungon neve, edhe pse ka do thotë talent, ju po ka edhe kolektet tuaja natyrisht që meritojnë një vend të mirë, por siç tham, kjo mungon dhe natyrisht kjo është për keqardhë se ju lehet zakonisht juve në duart tuaja që t'ju udhëhiqni. Dhe ju keni obligime tjera me koncerte, me ngjizime, po plus edhe duhet të merreni me marketing në një farë mënyre. Po. Kjo është një pengesë sigurisht edhe për ju. Sigurisht që është pengesë sepse varet edhe shumë edhe marketingu edhe në botë për shembull punojnë yjet amerikane punojnë çdo yll e ka nga një agjencion inqizimit quhet ajo Record Company.